Shoqata shqiptaro-amerikane Albanians Fighting Cancer ka sjellë një tjetër mbështetje për Spitalin Rajonal të Korçës, duke dhuruar pajisje dhe materiale mjekësore për pavionin e onkologjisë në ndihmë të përmirësimit të shërbimit për pacientët. Shefi i shërbimit të pneumoftiziatrisë Samuel Kristo thekson rëndësinë e këtyre donacioneve për pavionin e onkologjisë, duke u shprehur se pajisjet janë të standardeve të larta dhe materiale të domosdoshme për punën e përditshme dhe ofrimin e një shërbimi cilësor. Donacioni i fundit mendoj që ata janë përqendruar në departamentin e onkologjisë, si një kërkesë për një ngritje të nivelit të punës dhe të shërbimit ndaj të sëmurëve onkologjike. Me anë të donacioneve, jo vetëm të Fondacionit Albanian Fighting Cancer, por dhe të Fondacionit Koslovski, i cili drejtohet nga një zonjë përsëri shqiptaro-amerikane, Fotini Kokeri, e cila është në Florida, është bërë mundur donacion për updateimin e të gjithë këtij pavioni. Janë marrë poltrona të rinj, janë ndruar dhe avën të reja pajisje, duke filluar që nga pajisje ngrohtëse të ujit, lavatriçe, tharse, një pajisje ngrohtëse për kuvertat që u idhen të sëmurëve, e cila ka erdhur posaçërisht nga Gjermania dhe nuk besoj se është në Shqipëri në asnjë spital ose pavion tjetër. Dhe kryesorja janë poltronat, janë 5 poltrona të rinj, në të cilët janë poltrona profesionale për qëndrimin e të sëmurëve që do bëjnë kimioterapinë. Mjekja onkologe Jusilda Dervishi vlerëson se këto pajisje ndihmojnë drejt për drejt në trajtimin e pacientëve, duke mundësuar shërbim më të mirë dhe më të sigurt. Ne kemi marrë donacione 5 poltrona, të cilat janë të miratuara nga FDA-ja, janë poltrona të cilësie shumë të mirë, që mund të krahasohen dhe me ato që kanë shtetet europiane. Përveç poltronave kemi marrë dhe pajisje që na nevojiten për infuzionin e kimioterapisë të sëmurët, të cilat ne kishim me të vërtet shumë të domosdoshme. Kemi marrë pompa infuzioni kimioterapie, age për pacientët që kanë të instaluar porta, të cilat e bëjnë më të lehtë infuzionin e kimioterapisë, sepse pacienti e merr direkt nga pompa dhe nuk ka nevojë të shpohet disa herë. Përveç këtyre kemi marrë dhe pajisje, si tha dhe doktor Samueli, për ngrohjen e kufertave, kemi marrë ngrose për të gjitha dhomat dhe sistemet të tjera që na duhen neve për kimioterapi. Janë shumë të vlefshme, në veçanti siç të thash pompat, që ne kemi shumë të vështira për t'i gjetur dhe kushtojnë shumë nëse pacientët do t'i merrnin vetë, si dhe aget e infuzionit, që dhe ato janë shumë të rëndësishme për punën tonë të përditshme, për të lehtësuar edhe pacientëve trajtimin edhe neve punën. Dhe është shumë në radhë të parë të falenderoja zonjën Roberta Panariti dhe Fondacionin Albania Fighting Cancer, si dhe zonjën Fotini Kokeri, të cilat bërën të mundur këtë, dhe shpresojmë që të ofrojnë dhe persona të tjerë për të na ndihmuar për gjëra të tjera në vazhdimsi. Ndërsa themeluesja dhe presidentja e Albanians Fighting Cancer, Roberta Panariti, tregon se kjo nismë ka lindur nga dëshira për të kontribuar për pacientët dhe për të mbështetur sistemin shëndetësor me mjete të nevojshme. Ky projekt nisi nga dëshira jonë e shoqatës tonë Albanians Fighting Cancer, pra bordi drejtues e miratoi, të gjithë votuan për të ndihmuar në plotësimin e gjitha pajisjeve për këtë departament repart, si mund të themi, të onkologjisë në qytetin e Korçës, për të vetmen arsye që të gjithë pacientët e diagnostikuar me kancer në këtë rajon, që përmbledh Pogradecin, Korçën, Ersekën, Devollin, të mos marrin rrugën të shkojnë në Tiranë për të marrë kimioterapinë, por t'i drejtojnë këtij spitali, sepse gjitha kushtet tashmë janë plotësuar. Duhet falenderoj në këtë projekt doktoreshën Jusilda Dervishi, që është onkologe, doktorin Samuel Kristo dhe infermierin Andi Konomi, që ndihmuan në këtë projekt, dhe dua të theksoj gjithashtu që të gjitha ato aparaturat që janë sjellë dhe të gjitha mjetet janë të certifikuara me të gjitha standardet evropiane dhe këtu në Amerikë. Dhe ky departament, dua ta them, është me standardet e departamenteve onkologjike këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ju them të gjithë pacientëve
në këtë rajon që janë të sëmurë nga kjo sëmundje, që kanë marrë këtë diagnozë të vështirë, të mos marrin rrugën në Tiranë për të marrë kimoterapinë, por të drejtohen këtu, sepse të gjitha janë me standardet e duhura, gjitha që ne kemi sjellë. Ky department punon, ka filluar punën, jam të gëzuar tashmë, pas një pune 3 mujore, dhe ftoj të gjithë pacientët që të drejtohen këtu për të marrë kimoterapinë. Mjekët janë shumë të përgatitur, infermierët gjithashtu. Dua të falenderoj gjithashtu bashkëpunëtoren time të ngushtë, Foti Kokeri, e cila me anë të Kozlowski Family Foundation, sepse është drejtoreshe këtij fondacioni, na ka ndihmuar, ka bashkëpunuar me ne për ta përfunduar këtë projekt me sukses. Ju falemnderit të gjithëve dhe punë të mbarë, gjithashtu edhe drejtorinë e spitalit, pa dyshim. Kjo nuk është hera e parë që shoqata ndihmon Spitalin e Korçës, pasi ndër vite janë realizuar disa donacione të ngjashme në mbështetje të pacientëve dhe stafit mjekësor. Kjo ndihmë dhe ky suport ka filluar që në vitin 2020. Me pandeminë, Fondacioni Albanian Fighting Cancer ka dërguar ndihma të cilat duke filluar që nga mjetet protektive dhe materialet të tjera që duheshin për punën ndaj të sëmurëve me Covid. Pastaj kanë qenë ndihma ndaj reanimacionit me krevate special për reanimacionin, ka qenë dërgimi 2 makinave të reja të anestezisë. Në repartin e pneumologjisë, ajo ka blerë me aparat që kanë mbledhur nga donacionet, aparat të ri spirometrie, defibrilator, aparat EKG-je dhe për pavionin pneumologji dhe kardiologji, disa aparate CPAP dhe BiPAP të cilat janë shumë të domosdoshme në punën tonë. Gjithashtu dhe në pavionin kardiologjisë është blerë një aparat Holter monitorimi 24 orësh. E vetmja gjë që na vjen ndërmend është një falenderim shumë i madh. Këta për 5 vite, 6 vite po shkojnë tani, kanë krijuar mundësinë dhe na kanë furnizuar me pajisje të cilat janë të standardit amerikan. Këto kontribute vijojnë të mbeten një ndihmë të çmuar për përmirësimin e shërbimit shëndetësor në rajon.